Gjithsesi. Lori, po du më të pyet, a ko rretit fshet në estradë? Edhe so keni qenë ma shumë të lidhën përpara si artist, si koleg, dallimin më atëherë me tash. Se ti i ke mri edhe gjeneratën e kalume, i edhe tash aktuale. E vërtet. Bin, mendoj që ne në atë kohë kemi qenë shumë të lidhur me njëri tjetrin edhe kemi qenë më pak të djallëzuar edhe shumë respekt ndaj njëri tjetrit. Sidomos ndaj këngëtarëve që atëre ishin big artista, unë po flas për fillimet e mia, ekzistonte një respekt i jashtëzakonshëm, domethënë edhe për kraje, edhe atyre, jo gjithmonë, por sepse siç e the edhe vet, xhelozia ekziston, jo vetëm ke ne, po mendoj që në gjithë botën, edhe ke artistët botëror ekziston. Por unë mendoj që nëse është një xhelozi jo dashakeqe, sepse nëse ti shikon një artist që po punon fort, që publiku po e do, po e përkra, mendoj që duhet marrësh më të mirat, domethënë të thuash, po pse dhe unë mos të punoj, ose mos të kem dhe unë gjërat bukura, po jo të mendosh që si ta shkel me këmbë këtë artist po rritet shumë shpejt. Kjo është xhelozi dashakeqe, po nëse ti ke ambicie të mirë për të ecur përpara, ajo është gjë shumë e mirë, sepse çdo artist duhet të ketë ambicie. Pa ambicie ti nuk mundesh të krijosh, edhe ti jesh gjithmonë në trende dhe ti jesh shumë mirë me projekte, me koncerte, me gjithçka. Kështu që mendoj që ekziston, po. Ekziston. Tani në këtë kohë artistët kanë më pak respekt për njëri tjetrin, këta artistët e ri sidomos. Fakt. Po. Domethënë nuk e vëj re për shembull kur, edhe pse un kam raporte të mira, se ndoshta edhe ja si thosh ja s'po e gjej fjalën e dur. Ja prin me qenë mirë. Ja imponoj, se s'po i gjeja do të fjalën, ndoshta edhe imponoj atë, se edhe ndoshta i flas edhe para se të flasin ato i flas unë. Por tregojnë në përgjithësi kolegët, shokët, miqt që këta gjenerata e re janë shumë të tërhequr, më pak falenderues, domethënë më pak të respektueshëm ndaj një gjenerate tjetër të artistëve. Po, e vërtet. Po du me dolte pjesa e këngëve tua, sa i lejon artistat e ri me t'i këndu këngë, se po më ndodh mua edhe këtu, në emision. Që ke probleme? Po, kam të probleme të vogla që këngëtarët, ose kompozitorët, dhe më thonë, po e andalojnë artistave të ri që po janë të unë në emision, dhe më thonë, po bojnë qojnë kërkesa për mi fshi këngët. Dhe më thonë, plus këtu nuk është që këndohen kënga komplet, këndohet një strofë një refren, edhe qëllimi jam është që mi përkro ata, edhe për atë për e bëj, që me hap një dirë për artistat e ri, dhe më thonë, non-stop ka kërkesa që për me indalu. Ka rast, një kompozitor që ka kërku me fshi edhe në TikTok. Një video, ose disa videot një artistit të ri, që ka qenë njëra portone që ka këndu. Pin, unë të përgëzoj që ti ke marrë një hap shumë të rëndësishëm për artistë të rinë, sepse ne dim që rrjetet sociale bëjnë të vetën, por këtu është tjetër promovim. Sepse në rrjetet sociale flas për YouTube ose disa TikTok që ai kemi në Instagram, ndoshta edhe mund të mos vrehesh nganjëherë. Kurse këtu në emision është tjetër gjë dhe njerëzit kur dëgjojnë live, atje e krijojnë përshtypjen për ty si këngëtar, si artist. Mendoj që ndoshta nuk është e drejtë. Pse? Unë kam qef dhe kam shumë dëshirë kur këngët më këndohen. Atëherë domethënë kënga jote vlen. Sakt. Pse jo? Kur kënga s'të këndohet, se ka marrë asnjë për ta këndu, ti domethënë s'ke pasur sukses te ajo këngë. Unë s'po kuptoj, domethënë. Dhe është shumë që e mirë, pse mos? Plus është reklam, është një rikujtim i një artistit, një hitit, se dikush ka me pyet kush e kënon origjinalin.
Këngën time si ta them e ka këndu Labi dhe unë e falenderoj dhe ai më ka bërë një falenderim pastaj në Instagram. Po. Që Labi është super artist, është miku im edhe nuk diskutojmë, domethënë se fjalët për të flasim ditë e natë, se unë kam punu shumë me Labin edhe është jashtëzakonshëm. Domethënë këndimi live i atij, shpirti që ka ai si artist, rrallë kush e ka. Edhe e kishte qa këngën, e kishte shkri. Normal e këndum prap live bashk kemi qenë në Belgjik, në Bruxelles, në koncert edhe me thënë të drejtën ishte një ide që ne ta bënim bashk atë këngë. Por do e bënim ke ty edhe nuk e di ti sa do kesh mundësi. Gjithsesi më ka treguar. Po e them publikisht tani që të të vej pak ty në pozitë gjithçka. Po më stim bord. Që të na i bësh atë këngë. Edhe u gëzova, pse jo, shumë mirë që e ka kënduar edhe e ka këndu bukur, i ka dhënë një frym tjetër, normale, çdo këngëtar e ka stilin e vet, ka bukurinë e vet të vokalit. Dhe është mirë kur këngët risillen mas shumë vitesh. Po edhe sidomos kur jeni me një version shumë të mirë të kënduar me dikujt. Patjetër.